është që ajo që këta po thonë s'ka sankcion, është që nëse nuk e zgjedh presidentin, shkon zgjedhje. Dhe atër është tjetër temë. Pra nëse donë me të vërtet mos me zgjedh, po donë me shkon zgjedhje, atër provokon zgjedhje. Na me pa cili është qëndrimi ideologjik i partisë në pushtet, ose i qeverisë, karshi pushtetutës. Na, brenda një muj dite... Sa kanë ideologji, ma? Po e marrim në rastin më të mirë qenë që paskan. Qëndrim politik të pak. Nëse ideologji jo, a i të pajtona, qëndrim politik. Jo ma lakë se një muj ditë është arku kohor, ku na kemi eksponent qeverisë, që thëjnë ato që e pretendon sot presidenca, me 4 mars, nëse s'ka president, shkajmë zgjedhje me automatikisht. E ka thonë, mes tjera, Hekuran Muratin, politikën, Kanal 10. E para, pra, kur janë 4 marsi... Jo vetëm e Kuran Murati, ka thënë Albin Kurti, e ka thënë Faton Peci, e edhe Faton Peci, sakt, edhe Faton Peci në pasna një, po... Zonja Agjiu. Doli pimende. Pra, këta njëre kanë këtë qëndrim, me idejnë, sa të e kanë pas idejnë që o i në nështrojnë partit politike, o fabula e shkumjës në zgjedhje, mas 4 marsit, del si pas kalkulimi me tyne, po del që s'ka dal. Ka një disponim popull të pakton, që nuk e kanë mirë prit, ose nuk ka dal entuziazmi i populatës. Ka shi këti veprimi politik, mi thonë Kurtit, që shka dash Kurtit. Tash, me ato që bonaj, a i blenë ko. Pra, e rëndësishme më të cek, që vetëvendosja si parti politike nuk ka bësht ideologjik, nuk ka parime politike, nuk kanë qëndrime politike ka shi as një ligji. Këta kushtetuton e kanë ose arsyetim, ose alibi. Kurse Leverdis arsyetohen që gjyqtarët janë të kapën nga ish-pushtetot, kur Leverdis e kanë alibin me përdorë si referencë. Pra kjo problemi madh që është një parti që unë pushtet, që qeverisë me Kosovën, a kështu. Mirë po, në këtë maskarat, që e ka mundësua vetëvendosjes me vepru e kështu, me usjell kështu në mënyrë papërgjithshme, na e kemi presidencën. Presidenca, edhe qeveria Kosovës, janë konë në sinkron të plot, për një 3 vjetë, deri te maj i 2024-ës, ku ndodhën 2 ngjarje. Ndodhën një takim atko, Memri Krasniqi me Albin Kurtin, takimi që u përfol shumë atko, ndërko pastaj kemi Këshillin e Europës, që ja lyp vetëvendosjes, ose qeverisë këtë rast, kushtin e asociacionit për me shtin Këshillit e Europës. Tek mas darka ndodh fillim, ndodh kërkesa e Këshillit e Europës për si kusht, Vjosa Osmani del e kritikon tek atër qeverinë. Pra deri atko, kanë qenë sinkron plot, madje shpesher, e kemi pato e kritikua e State Departmenti Vjosa Osmanin, kur i ka Leverdis ose kur e konë sinkron me Kurtin, por barikatat në veri. I në konë sinkron plot. Pra sot është fundi, sot është e vërtet, këto që pretendojnë nga presidenca, ata që e shoj Vjosa Osmanin si me të drejt, me akuzën që ja bon qeveri si rrezikshme, unë e pajtona me Osmanin. Problemin e kom, që kjo bartëse e një projekit ri politik, ose rikthimi i saj politik, çfarë do formati, a e ka të sinqert, am garanton mu si qytetar, që nëse nesër, për atë mundësia i jepot, me vepru me Kurtin, me bashkëpunu me to, a i harron këto fjalë, a e ka për një me shqetësim fatin e vendit, se unë besoj si Vjosa, Albin Kurti o produkti rrezikshëm, Albin Kurti nuk do me qeveris, Albin Kurti do pushtet mbi njerëzit, ato që po i thonë ju, pasojët ekonomike që përmendot, ati nuk intereson, stabiliteti ti është anarkia, ku ka kriza, Albin Kurti veç i fërkon duart. I shala sa ma shumë kriza. Këtë rast me shtrajntimet i fërkon duart? Pa tjetër, a i dëshiron shëqënin sa ma dëvarpër. Vizioni ti për botën, është komunist, e komunist në kuptimin të shumë ideologjik, po sikur i Leninit e i Stalinit. Pra ndaj, këtë këto këshia, këtë kjo qeveri, që ka vepru në një papërgjithshme, që besa ka jerë edhe me akte antikombëtare, qoftë në ekonomi, qoftë në diplomaci, Vjosa Osmani ka mbështet. Pa pritmas, sot e kemi me akuzat të ndreta, që unë e kom një problem, am garanton dikush, këtë rast Vjosa Osmani, që unë si qytetar me votu e nesër, që për një men nuk nëron mendje, nëse Kurti i jep plak mundësi për qeverisje. E doron zemër për ja parë rëktimi politik, unë e konflikt që jo. Sa i përket gjykatës, nuk e di që shka me dalë. Ju thatë edhe deri sa po thoja unë se nëse mundëson gjykata që të kthejnë kuvend dhe të bëjnë edhe ndonjë përpjekje për të pasur Kosova president, thatë se nuk e përjashtoni që të arrijet një morash. Absolut nuk e përjashtoj. Unë menoj që s'dele para i verdikt. Unë besoj që dekreti i Vjosës është kushtetues. Bëj pjesë ata, pa që janë jurist, por bëj pjesë, sepse tash ka kalu që ja fatë. Është neni 36 nëse s'gaboj, është shumë i qartë kur referohet Vjosa Osmani. E pa ure për ma tepër që Vjosa Osmani ka këshillue jurist ose njerë që e njohin mirë kushtetutën, që
për me dalë të ai vendim i atij mëngjesi, nëse s'gaboj sa ke 5 marsit. Nëse se ka bon, nëse ka shkuar me analizën e vet, kam frikë që mund me u pa edhe Londra në Kret në fund, sepse na kemi patër këshilluar do president tjerë. Presidenti Osmani tha unë, po mos se shpallja dekretin do ta shkelja kushtitutë. Po, veç ideja a këshillua, a e ka analizë vetën. Nëse këshillua me gjyqtar, kushtetues ose me njerëz që e njohin, i besoj. Nëse ka shku krye në veten, na kemi patur quhen faqafin i president, patrisht se i dijun, me kjo kon këshilltar juridike. Jo, është Po fakt. për tek kësaj, nëse vjen versioni më i keq që për mua është me shku te ky gjallëditshi, mu kthye kuvendin punë, mos me dal antikushtetues dekreti Vjosës, përveç që e dëmton Vjosën si politikane, e djek një kartë mundshme, eventualisht me mund Albin Kurtin, unë e kam frikë që Albin Kurti arrin qëllimin. Partitë që janë sot në kuvend, me nxipresin me shkon koalicion. Me bon edhe një marrëveshje për qeverinë. Me bon edhe një marrëveshje. Po thoni se ta Pajtona derisa është në gjykatë kushtetuese, ne po presim se dalë dhe të konstatoj se është azuruar koha për të zgjedhur presidentin dhe dekreti shpërndarja kuvendit ka qenë sipas kushtetutës. Por nëse nuk ndodh kjo, ju po besoni, edhe zoti Sejdiu po duket po beson se ka hapësirë për pasur marrëveshje politike dhe për të vazhduar me zgjedhje Po presidentit? thot ka hapësirë për nënshtrim. Ka hapësirë për nënshrim. Unë nuk besoj fort që këto partitë politike. Ju po thoni marrëveshje politike jo, nënshtrim. Po i thona zbuti për mi respektu opozitën, se për një me janë me një pozicion dopt, se këtu nuk ka veç Kurti tash nuk pitos zgjedhjet. Ai po shet tash i qare, me stigmën që po e bën ndaj Vjosës, me linqimin publik që po bëhet, me këto spinat e Adnan Rustemin që e përmenda, po nga ana tjetër, edhe partitë Po opozitare. faktorat në Rustemi. Edhe po u bën tash më bën. Po këta janë njerëz e Kurtit, që shoh ka vepruar gjithmonë vendosja, po edhe partitë opozitare nuk janë fort bindën që a duhet ajo me shku zgjedhje. Këtu po i ndaj. PDK-n në mënyrë të veçantë, edhe LDK-n. Ke jakon këtë neutrale në këtë punë, edhe pse dash Kurti po s'ka ndash vetë besoj unë, por këto i përgëzoj. Tani, këto partitë opozitare, me deputet që i kanë, e të i njoft një pjesë edhe personalisht Adriatik, këta i kanë frikë zgjedhjet. Këta me nxipresin, me gjetë një mënyrë, me kamuflue një qëndrim të ri politik, edhe me jabon një korum për madje, edhe pa i marrë në qeveri. Veç nëse kushti është me vazhdu mandatin Kuvendit Kosovës për 4 vjetë, këta pa i marrë në qeveri. pas një pikë, pa riformativ qeverisë, pa bërë marrëveshje veç për me një qeveri. kusht, ju lënë deputet me net. Në qëtë deregje ka ra opozita jonë. Këta e kanë, pra Kurti për këto 4 vjetë, ja u ka ullë ambicjet Adriatik. Ambicia e shumë njerëzve, në PDK, në LDK është me deputet. Që kjo fatkeqësia këtij vendi. Se s'është njëjtë në vetëvendosje atër. Urno? Se s'është njëjtë edhe në vetëvendosje atër. Në vetëvendosje, nuk është e njërë, ka mundësi që kanë kësi frikë edhe deputetet e tyne, pa ti nuk duhet Albin Kurti, këto partitë tjera me gjithato në këtë pikë, janë pak ma demokratike. Me gjithato guxojnë me kundërshtua Hamzon, Abdigjikun ose Ramushin. Këtu jo, pra 4 vjetë i kemi. Tashmë nuk o Cezari që ka faj se do mu po perandorë, është problemi masave që pjali janë. Na kemi mrinë këtë pikë, edhe për mua fatkeqësi, pra opozita besoj shumë.